Autoriteti i konkurrencës ka vendosur të nisë një hetim paraprak ndaj dy spitaleve në pronësit të Klodiana Llojbeut, American Hospital SHA dhe International Hospital SHA, për dyshime mbi abuzime me pozitën dominuese në tregun e shërbimeve spitalore dhe ofrim të shërbimeve ekskluzive në kundërshtim me ligjin shqiptar të konkurrencës. Vendimi u mor në mbledhjen e Komisionit të Konkurrencës të mbajtur më 9 prill 2025, pas qyrtimit të raportit të monitorimit të tregut. Hetimi do të mbuloj periudhën nga 1 janari 2022 deri më 31 dhjetor 2024. Gjatë procedurës së monitorimit është konstatuar pozita dominuese e ndërmarrjeve American Hospital SHA dhe International Hospital SHA. Në kuptim të nenit 8 të ligjit numër 9121 fraksion 2003, thuhet në njoftimin zyrtar. Po ashtu është ngritur dyshimi se për disa shërbime të saktuara dhe ekskluzive, këto spitale mund të kenë shkelur edhe nenin 9 të njëjtit ligj. Ndërmarrjet në fjalë janë të njohura për përfitimin e disa kontratave koncesionare në sektorin e shëndetësisë, përfshirë ato për laboratorët dhe hemodializën, marrëveshje që janë shpesh në qendër të debatit publik si afera të dyshuara korruptive. Emri i Klodiana Llojbeut është përmendur edhe në dosjen hetimore të kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj për një udhëtim të përbashkët në Kinë, për të cilën ende nuk dihet zyrtarisht kush i mbuloi shpenzimet. Paralelisht, Llojbeu është subjekt i një tjetër hetimi nga Prokuroria Speciale e Kosovës për dyshime mbi pastrim parash nëpërmjet falsifikimit të dokumenteve dhe mashtrimit me administratën tatimore të Kosovës.